Këto që thua thot janë të vërteta, por kush ka vajtur në atë dynja dhe ka thënë u takova me Zotin? Duhet të bëjmë mirë në këtë jetë, jo keq, por djalli është kudo dhe njeriu e mirë nuk e do. Djalli nuk e do njeriu e mirë. Shejtani, Iblisi është armik i njeriut. Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'an se ai është armik, pra siç kuptohet prej ajetit, ai është armik i njeriut. Prandaj merreni atë për armik. Ndërsa për sa i përket kush ka vajtur në atë dynja dhe ka thënë u takova me Zotin, ne do të ringjallemi. Kjo nuk ka dyshim. Zoti i gjithësisë, krijuesi absolut, na tregon në Kur'an se ne do të ringjallemi. Dhe Allahu i lartësuar nuk thot vetëm se të vërtetën. Nuk gënjeni madhi Zot. Allahu i lartësuar na ka kriju herën e parë. Pra për të madhin Zot, me na ringjall është më e lehtë. Nuk ka diçka të vështirë për Zotin e gjithësisë. Ai i thot diçka e bohu dhe ajo bëhet. Nuk ka vështirësi. Zoti i gjithësisë i thot diçka e bohu dhe ajo bëhet. Pra nuk ka asgjë të vështirë për ato. Allahu i lartësuar ka kriju krijesa më të mëdha se njeriu. Malet, qiejt janë krijesa më të mëdha, gjigante. Pra për Zotin e gjithësisë, ringjallja e diçka është tepër e lehtë. Krijimi i diçka është tepër e lehtë për Allahun e lartësuar. Mjafton t'i thot bohu dhe ajo bëhet. Që ka ditë ringjallje ka. Që duhet me punu për atë ditë duhet. Me adhuru të madhin Zot, me bo vepra të mira, me qenë njeri i mirë. Patjetër duhet mundohet njeriu, në mënyrë që kur dalim ditën e gjykimit para të madhit Zot, ku do të jetë drejtësi absolute. Ta kalojmë lehtë, e të hymë në xhennet, që premtohet për besimtarët, që premtohet për ata që kanë bo vepra të mira. E të na ruaj madhi Zot prej zjarrit të xhenemit, që do të jetë vendi jo besimtarëve dhe atyre që kanë bo punë të këqija në këtë dynja. Zoti na ruaj.